Arben Taravari. Ai vitin e kaluar ishte personi i cili u shkëput nga Zjedin Sela, ndërsa tani është po i njëjti personi i cili shkëputet nga Vleni, dhe mendoj se vitin e kaluar në qoftë se ajo shkëputja e tij ndoshta ishte legjitime, do me thonë për shkak se ai pati një argumentim të mirë pse doli nga u shkëput nga zotëri Sela, për shkak se sipas tij do me thonë duhet ja ju bashkangjit frontit opozitar aso kohë, i cili frondoi të bënte ndryshimin të shqiptarët e Maqedonisë dhe mund të themi se ishte një farë vendim legjitim i Arben Taravarit. Mirë po në këtë moment tani kur doli nga Vleni, mendoj se dalja e nga Vleni nuk ishte mirë argumentuar, dhe jo vetëm kjo, por kishte disa raste dhe ndryshim të qëndrimeve. Ai fillimisht tha se 70% të shqiptarëve nuk i besojnë kësaj qeverie. Pastaj pas disa ditëve tha se arsyeja është për shkak se nuk mund të merren vesh për lista zgjedhore, dhe që në fund ndërmjet rreshtash na la të kuptojmë se ai vetëm kishte bërë, domethënë një marrëveshje me zotërin Ali Ahmeti për ndarjen e komunave. Edhe gjatë këtyre tre argumentimeve që i jepte, që ishin të ndryshme, ai vazhdimisht thoshte se me kryeministrin Mickovski nuk ka problem. Ndërsa nga dita që doli nga qeveria filloi ta sulmoi kryeministrin Mickovski se anti-shqiptar e të tjera. Dhe do me thonë, kjo do kishte qenë, nëse mund ta shohim kështu historikisht, se si rodhi kjo përçarja, apo këto, nëse mund të quajmë tash fraksione, për shkak se ajo si parti është një parti, sepse vetëm njëra është regjistruar në regjistrin qendror. Këto tjera mund të i llogarisim si fraksione, por që mendoj se në këto zgjedhje lokale do të definohet, besoj, gjithçka.